Kryeministri grek Jorgo Papandreou shprehu vendosmërinë e tij për të bërë gjithçka që duhet për të përmbushur marrëveshjet ndërkombëtare dhe për të shpëtuar vendet e eurozonës nga falimentimi. Kjo është një betejë e ashpër në mes të një stuhie ndërkombëtare. Prioriteti ynë është një kurs i sigurt në mënyrë që të ruajmë vendin nga falimentimi, deklaroi Papandreou në një fjalim në një panajër tregtar në qytetin e Selanikut. Sipas shefit të qeverisë greke, kabineti i tij ka bërë gjithçka që vendi helen të qëndrojë në zonën e euros, dhe kjo sipas tij ka kërkuar një sakrificë të madhe. Papandreou theksoi gjithashtu se plani i shpëtimit do të zbatohet i plot pavarësisht kundërshtive për të. Prioriteti ynë është që të implementojmë këtë program të miratuar në korrik, jo sepse do kënaqejmë partnerët tanë, por sepse është në interesin tonë. Kemi një sfidë të madhe historike përballë nesh, duke vazhduar me ndryshime të mëdha, të cilat ky vendi ka pasur nevojë që prej shumë vitesh, deklaroi Papandreou. I përballur me protesta një ditë më parë, shefi i qeverisë greke tha se do të bënte të pamundur për të luftuar evazionin fiskal, një pengesë kryesore për të shënuar arritje. Por ndërkohë që Papandreou mbante fjalimin e tij, rreth 20.000 persona protestonin kundër këtyre masave, duke u konfrontuar disa herë me policinë. Demonstruesit ishin organizuar nga Unioni i Punëtorëve, Shërbimit Civil dhe studentët e taksistët. Rreth 7.000 polic kishin rrethuar protestuesit, ndërkohë që Papandreou evitoi shëtitjen e ministrave në rrugë, siç ishte traditë në ditën e parë të këtij eventi. Pak para se Papandreou të niste fjalimin e tij, taksistët ja konfrontuar me policët, ndërkohë që përplasjet u bën edhe më të dhunshme në rrugët ku zhvilloi panajiri. Protestuesit i dhin sende të forta mbi forcat policore, ndërsa këta të fundit hodhën gas lotësjellës për të shpërndarë turmën. Rreth 106 protestues u ndaluan gjatë natës, por kjo nuk ndaloi breshërinë e sendeve të forta që shkonin drejt uniformave blu.